Televizioni Klan ka siguruar pamjet ekskluzive të vrasjes së një 55 vjeçare një ditë më parë nga bashkëshorti i saj në Shkodër. Në pamjet e kamerës së sigurisë duket autori që e qellon gruan me armë gjahu duke e ndjekur nga pas. Ky është momenti i vrasjes së 55 vjeçares Bardhe Ziçi para ditën e së njëjtës në Shkodër nga bashkëshorti i saj tashmë i arrestuar Shtjefni. Televizioni Klan ka siguruar pamjet ekskluzive të fiksuar nga një kamerë sigurie pra vendit të ngjarjes, ku siç mund të shihet viktima është qelluar 2 herë. Në video dëgjohet e shtëna e parë, e më pas duket viktima teksa mundohet të largohet, derisa qellohet sërish duke humbur jetën në vend në derë të shtëpisë. Referuar pamjeve filmike dhe verifikimeve në vendngjarje, burime bëjnë me dije se mes çiftit të bashkëshortëve ka patur një debat për motive xhelozie. Pas këtij momenti, Shtjefën Ziçi futet në banesën e tij dhe merr armën e gjaut, siç mund ta shihni edhe në këtë foto. Më pas ai futet te një dyqan pranë banesës, ku po qëndronte viktima dhe e ka qelluar. Çifti kishte edhe 2 fëmijë nga martesa e tyre, një djalë që jeton në Kanada dhe një vajzë që punon si oficer në forcat e armatosura.